Fjalën e merr akademik Recep Qosja. Kam kënaqësi që jam në këtë mbrëmje festive, në të cilën shënohet 50 vjetori i themelimit medresesë së mesme Alaudin. Ky është përvjetor i rëndësishëm i një institucioni të rëndësishëm, i cili me punën mësimore edukative që në të bëhet e ka pasuruar arsimin dhe kulturën tonë. Medreseja e mesme Alaudin është shkollë me ndikim të veçantë. Medreseja Alaudin në shkollë që Kosovës ju ka gjetur me të mirë në ditët më të vështira të saj. Këtu, ne të gjithë kemi gjetur institucionin i cili na ka krijuar kushtet për të mbledhur e për të bërë biseda konsultime politike kur tjetër kund nuk lejohej të mblidhemi, për të zhvilluar veprimtari kulturore kur tjetër kund ajo veprimtari pengohej, për të mbajtur tubime shkencore kur tjetër kund ato tubime ishte vështirë të mbashin, për të shënuar për vjetorët e lindjes atë vdekjes figurave të rëndësishme të kulturës e të historisë kombëtare, kur tjetër kund pengohej shënimi i atyre për vjetorëve. Dyert e kësaj medreseje ishin gjithnjë të hapura për të gjitha nismat që i kushtoheshin Kosovës së lirë, të pavarur, demokratike e të humanizuar. Për gjitha këto arsye, unë kam kënaqësi që pedagogëve dhe nxënësve të medresesë së mesme Alaudin mund të auguroj 50 vjetorin e themelimit dhe t'ju dëshiroj suksese në punën e mëtejme për të mirën e tyre dhe për të mirën e gjithë Kosovës.